Këtë fundjavë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Sinoptikanët parashikojnë mo të kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa temperaturat do të ulen me disa gradë. Moti, ashtu si sot, edhe fundjava po edhe java e ardhshme, parashikohet i kthjellë në të gjithë territorin, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet malore në lindje. Duke patur mo të kthjellët, kemi një rënje të temperaturave, pra siç e thash për shkak të masave ajrore me origjinë veriore, dhe në relievet malore ato pritet të zbresin deri në vlerat -7 apo -8 gradë Celsius, për gjatë ultësisë perëndimore deri në -4 apo -5 gradë Celsius, dhe në Bregdet nuk të kapim edhe shifrat -1 apo -2 gradë Celsius. Por si parashikohen të jenë temperaturat në natën e ndërrimit të viteve dhe në ditët e para të vitit të ri. Sa i përket temperaturave të mesditës, për gjatë ditëve në vijim, ato pritet të kapin vlera 13 apo 14 gradë Celsius, ndërsa për datat 31 apo 1 janar, në vlerat e mesditës temperaturat nuk pritet të kalojnë vlerat 7 apo 8 gradë Celsius, përgjithësi në relievet malore nuk do të kalojnë vlerat -1 apo 0 gradë Celsius në vlerat e mesditës, ndërsa për gjatë ultësisë perëndimore 7 apo 8 gradë Celsius. Në ditët e fundit të vitit parashikohet prezencë e gricave përgjatë akseve rrugore, veçanërisht në zonat malore, ndaj këshillohet kujdes në drejtimin e mjeteve.